Një qytetar i arrestuar në protestën e 2 korrikut para parlamentit është dhunuar fizikisht brenda bllokut të sigurisë Mine Peza në Tiranë. Raportohet se qytetari i shoqëruar është Niko Qerkja, i cili sipas raportimeve është dhunuar nga efektivët e policisë brenda në qeli. Niko Qerkja, sipas qytetarëve që ndodhen përpara bllokut të sigurisë dhe ata që kanë kontakte me të, vuan nga epilepsia. Në kohën që ndodhej në paraburgim, ka pasur kriza epileptike dhe sjellje që efektiveve nuk u janë dukur të përshtatshme në mungesë të besimit ndaj sëmundjes së tij, kanë ushtruar dhunë. Mësohet se Qerkja, që ndodhet prej 2 ditësh në paraburgim, ka kërkuar ndihmë mjekësore që është refuzuar. E përpasoj, ai ka vendosur të futet në grevuri. Në bllokun e sigurisë kanë përritur dhe një ambulancë me staf mjekësor për të kontrolluar gjendjen e tij. Avokati të shoqëruarit, Gentian Serjani, në një lidhje direkte për Syri Televizion nga bloku i sigurisë, tha se ka pasur dhunë ndaj tij dhe është i gjakosur nga forcat e policisë. Avokati Serjani u shpreh në prononcimin e tij se Qerkja, edhe pse ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe lirim për shkak të gjendjes shëndetësore, çdo kërkesë është refuzuar dhe për shkak të kësaj është futur në grevurie. Dhe ne kemi deklaruar që vuan nga sëmundja e epilepsisë dhe madje deri më tani ka kaluar 3 kriza epileptike. Dhe në krizën e fundit ai më tregoi që është dënuar për shkak se ai kur e kapin krizat është pa vetëdijshëm për veprimet që kryen. Nga ana tjetër parë që është dënuar dhe më tregoi shenjat, më tregoi edhe kanatiren e gjakosur që është gjakosur, pra është dhunuar deri në masën që është gjakosur, që ta kuptoj. Po, të ndaluarit të cilët unë përfaqësoj janë të ndaluar nga policia e shtetit në orën 9:30 pas një përplasje që me truprojen e zotit Ulcimanja. Po. Pra kjo tregon qartësisht. Pra dhe Niko ka qenë te ky grupi apo jo, që ndalën te kafja, ngjarja e kafes. Po. Dhe nuk ka qenë fare në lidhje me protestën. Niko Qerkja ishte në lokalin pranë parlamentit, kur një grup policie që drejtohej nga shoferi Ulcimanjës u fut brenda lokalit për të arrestuar dhunshëm disa protestues që kishin dalë për të protestuar përpara parlamentit.